plot 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës, amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Për më tepër, duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta. Ministri i Drejtësisë Besfort Llamallari zbuloi kështu përfituesit nga amnistia penale që u miratua këtë të premte nga Këshilli i Ministrave dhe që do të depozitohet menjëherë në kuvent, e cilësoi një hap konkret për uljen e popullimit të burgjeve dhe orientimin e drejtësisë aty ku rreziku është real. Përveç një akt i qartë human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe reintegrim, ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të burgjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Duke theksuar se mes përfituesve janë gra të mitur dhe të huaj, Ministri i Drejtësisë nënvizoi amnistin penale edhe si një hap për të adresuar dhe politikën penale për masat e paraburgimit. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të paraburgimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Pas miratimit në qeveri, drafti i amnistisë penale do të shqyrtohet në kuvent në një proces që Ministri i Drejtësisë kërkon të jetë i shpejtë në mënyrë që efektet të fillojnë pavonesa. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi. Burrat e dënuar me vendim të formës së prerë deri në 3 vjet burgim ose dënime më të lehta, si dhe ata që kanë deri në 3 vjet dënim të mbetur për të vuajtur, dhe gratë e dënuara deri në 4 vjet burgim ose dënime më të lehta, si dhe ato që kanë deri në 4 vjet dënim të mbetur për të vuajtur, do të lirohen menjëherë sapo amnistia të miratohet në kuvent. Përfitues janë po ashtu burrat mbi 60 vjeç dhe gratë mbi 50 vjeç që kanë qenë në 18 vjeç në momentin e kryerjes së veprës penale, përjashtuar ata që janë shmangur drejtësisë. Të përjashtuar si përfitues nga amnistia penale përveç uljes me 1 vit apo 1 vit e gjysmë të dënimit, janë të gjithë të dënuarit për 19 kategori veprash të rënda penale dhe subjektet e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar.